Horoskopi ditor e Mërkur, 27 maj 2026. Dashi. Fokusi juaj më i madh për pjesën më të madhe të ditës është të ndihmoni në nxitjen e një ndjenje ekuilibri dhe paqeje me të tjerët dhe në mjedisin tuaj personal, i dashur dash. Megjithatë, mund të duhen shumë prova dhe gabime frustruese për të arritur në këtë pikë. Meqense është një detyrë e vështirë tani, shmangni investimin e tepërt në të. Mbani një ndjenjë të fortë identiteti ndërsa kujdeseni për nevojat e të tjerëve për të shmangur pakënaqësinë. Mund të keni tendencë të përqendroheni në fusha problematike të jetës suaj, pasi Merkuri formon aspekte të vogla sfiduese. Mund të ndiheni gjithashtu me nxitim edhe nëse nuk ka një nxitim të vërtetë, prandaj kontrolloni veten. Megjithatë, agitacioni mendor i ndezur tani mund të shërbejë si motivues për të trajtuar një çështje që e keni shmangur. Demi. Çdo shqetësim që keni mbajtur larg në lidhje me punën ose përgjegjësitë tuaja mund t'ju shqetësojë shumë sot, i dashur Dem. Stresimi mund të mos vijë lehtë, por përqendrimi në probleme të zgjidhshme mund të jetë terapeutik. Sigurisht, në një nivel mendor, mund të jeni shumë të zënë sot. Mund të jeni mjaft të shpërqendrueshëm për shkak të aspekteve të vogla sfiduese të Mërkurit. Frustrimet mund të shfaqen në mënyra të papritura, veçanërisht nëse jeni duke nxituar ose hasni probleme të shumta të vogla. Shmangni nxitimin e gjërave, veçanërisht përpjekjet dhe komunikimet që lidhen me financat. Mund të synoni të përdorni tensionin në avantazhin tuaj, duke e lënë atë të nxjisë një nevojë të vendosur për të adresuar një çështje që ka qenë pezull për shumë kohë. Binjakët. Binjak të dashur, sot mund të keni një tendencë për të shqetësuar shumë për problemet në fillim, dhe lehtësimi i mendjes suaj mund të ndodhë duke e hapur atë. Mund të jeni shumë afër një problemi. Me Merkurin në shenjën tuaj këto ditë, është një kohë e pasur për ide të freskëta. Merkuri është në një presion të vogël sot dhe tendenca që diçka të digjet pothuajse aq shpejt sa fillon është shumë e lartë. Shmangni mbi ngarkesën e vetes dhe kjo vlen si për planin fizik ashtu edhe për atë mendor. Kini kujdes që të mos flisni përpara. Për fat të mirë, hëna kalon nëpër sektorin tuaj të kënaqësisë pjesën më të madhe të ditës dhe është mjaft e lehtë të gjeni mënyra krijuese për t'u argëtuar. Gaforja. Mund ta fillosh ditën duke i parë gjërat përmes një këndvështrimi negativ, i dashur gafore, dhe ndërsa kjo zhduket me kalimin e ditës, mund ta kompensosh tepër duke nxituar vendimet. Me aspektet e Mërkurit të sotëm, mund të jetë shumë e lehtë të ndihesh se duhet të nxitosh për një vendim ose të argumentosh për një pikë që shkakton më shumë telashe se sa ja vlen. Ndjenjat e presionit janë reale, por nuk do t'i bësh vetes ose askujt asnjë ndër nëse shtyn aq shumë sa nuk mund të mendosh qartë. Ki kujdes të mos flasësh shumë shpejt ose shumë herët për një çështje. Idealisht, këto tranzite të japin shtytjen që të nevojitet për të trajtuar një problem. Ki kujdes për shpërqendrimet që pengojnë jo vetëm detyrat e tua, por edhe qetësinë tënde mendore. Energjia shtesë duket se është e disponueshme në një nivel mendor, dhe kjo zbatohet më së miri për diçka produktive. Luani. Ndërkohë që mund ta filloni ditën të shqetësuar ose të shqetësuar, jo domosdoshmërisht në gjendje të përcaktoni saktësisht pse, i dashur Luan, ndërsa dita përparon, është shumë më e lehtë të kënaqeni. Megjithatë, tranzitet e Mërkurit mund t'ju bëjnë të nxitoheni për të komunikuar ose për të nxjerrë përfundime. Përballimi i shqetësimeve të vogla mund të lërë pak hapësirë për të menduar qartë ose për të parë pamjen e përgjithshme. Dikush, ose njerëzit në përgjithësi, mund t'ju acarojnë nervat ndonjëherë sot, ndoshta për shkak të padurimit ose ashpërsisë. Duke lënë mendja ndryshimet në pikpamje, mund të jeni në rregull pasi ndjeni një farë presioni për të zgjidhur problemet ose për të fituar pak qetësi mendore. Truku mund të jetë të kanalizoni mirë energjinë shtesë mendore. Ndonjëherë arritja në pikën e të qenit i ngopur mund të jetë pikërisht ajo që ju nevojitet, por ndoshta është e mençur të shmangni debatet e panevojshme. Virgjëresha. Virgjëresha e dashur, mund të jetë shumë e lehtë ta marrësh një mosmarrëveshje shumë personalisht sot, me aspektet e vogla sfiduese të Mërkurit. Sigurisht, mund të shqyrtosh pse dhe të mësosh shumë për veten tënde. Rrethanat mund të jenë të tilla që ke më shumë përgjegjësi për vendimmarrje këto ditë me Mërkurin në krye të tabelës tënde diellore, dhe tranzitet e sotme sugjerojnë se mund të kesh të bësh me më shumë se shqetësimet e zakonshme, ose me këshilla dhe kritika të padëshiruara. Është më mirë të mos i marrësh shumë seriozisht reagimet kur ato jepen nën presion, edhe nëse janë të kundërta.
Ekziston një ndjenjë se duhet të nxitosh, të jesh i pari ose të bësh diçka menjëherë, kur kjo në të vërtetë mund të mos jetë e nevojshme. Idealisht, këto tranzite të motivojnë të lësh pas një problemi irritues. Peshorja. Hëna në shenjën tuaj sjell në dritë ndjenja të papranuara, të cilat mund të jenë ndriçuese, të dashur peshore, por deri në fund të ditës jeni gati të ambientoheni. Deri atëherë, kini kujdes nga reagimi i tepërt. Shtytja ose puna e tepërt mund të jetë një problem tani, dhe marrja përsipër e shumë qëllimeve të larta në të njëjtën kohë mund të shkatërrojë durimin tuaj. Kjo është një ditë e fortë për hartimin e strategjive, planeve dhe skemave, prandaj përdoreni për mirë. Me Merkurin në një presion të vogël sot, tensioni mendor është i mundshëm. Të tjerët mund të jenë të tensionuar ose kritik, por është më mirë të mos i kushtoni shumë rëndësi deklaratave të bëra nën stres ose detyrim. Nëse nxitimi ju bën të anashkaloni hapa, kujtohuni nëse me të vërtetë duhet të shtyni. Është gjithashtu më mirë të mos nxitoni një bisedë që kërkon më shumë mendim. Përdorni tensionin në avantazhin tuaj duke e lënë atë t'ju motivojë të kujdeseni për biznesin, por shmangni lëvizjet impulsive. Akrepi. Mund të vuani nga shikimi i tunelit në fillim të sotëm, i dashur akrep, dhe nga padurimi ndërsa dita përparon. Përpiquni të jeni të butë me veten dhe të përulur me të tjerët, pasi tranzitet e sotme mund të nxisin kritika të padobishme ose ashpërsi, ndoshta më të dukshme në mjediset kokë më kokë. Nxitja në përfundime nuk ka gjasa t'ju shërbejë mirë tani, ashtu si të qeni tepër klinik në situata që kërkojnë më shumë takt ose kujdes. Mund të ketë disa tensione me familjen ose një partner që mund të duket se nuk po e miraton ose ndihet i kërcënuar nga pavarësia juaj, por jeni më të prirur të shikoni anën më të ndritshme të jetës. Hëna hyn në shenjën tuaj më vonë sot dhe energjia emocionale është e lartë. Vëmendja ndaj nevojave tuaja emocionale është e përshtatshme tani, por gjendja e keqe shpirtërore është një mundësi. Vendosni të veproni nga zemra në vend që thjesht të reagoni ndaj botës përreth jush dhe do të qëndroni në një gjendje të mirë emocionale. Shigjetari. Në momente të ndryshme sot, i dashur shigjetar, mund të jesh pak jashtë loje dhe të mos ndihesh shumë i kuptuar. Një mendje e hapur fiton më shumë shpërblime se sa dyshimi dhe kritika tani, por nuk është veçanërisht e lehtë për t'u pranuar. Nëse një problem është përtej kontrollit tuaj, përqendrohuni në atë që mund ta rregulloni ose bëni një pushim nga mendimet e tepërta para se të ktheheni në zonat problematike. Kini kujdes nga padurimi për të mirën tuaj, gjë që mund të jetë veçanërisht e dukshme në një partneritet ose me punët tuaja, të cilat keni tendencë t'i nxitoni. Për fat të mirë, mund të jetë një kohë e fortë për energji mendore, kështu që zgjedhja e aktiviteteve që kërkojnë një mendje të fortë ka kuptim. Më vonë sot mund të ketë nevojë të tërhiqeni nga mjediset e shurmshme emocionale, cilat do qofshin këto për ju në këtë moment. Hëna shkon në sektorin tuaj të privatësisë dhe keni nevojë për rimbushje emocionale. Bricjapi. I dashur bricjap, ju keni tendencë t'i kushtoni vëmendje të veçantë përgjegjësive dhe qëllimeve tuaja. Mund të jeni të etur për të marrë përsipër një projekt ambicioz ose për të kujdesur për biznesin, por kjo mund të çojë shpejt në tejkalim, veçanërisht pasi vëmendja juaj mund të jetë e ndarë sot. Tranzitet e ditës sjellin në sipërfaqe dëshira dhe pasione më të forta. Disa konkurrencë miqësore mund të jenë motivuese, por mund të ketë edhe pak tension jo produktiv. Një aspekt Merkur-Mars mund të bëjë një punë të mirë për t'ju bindur se duhet të nxitoni kur ka të ngjarë të mos jetë e nevojshme. Shndërrojeni çdo konkurrencë ose kritik që ju fërkon në mënyrë të gabuar në karburant për motivimin tuaj për të bërë përmirësime pozitive. Ujori. Dëshira sot mund t'ju shtyjë të merrni përsipër më shumë se sa mund të përballoni, i dashur ujor, por nëse mbaheni nën kontroll, mund të merrni në konsiderat mundësi që ende nuk i keni menduar ose nuk i keni ndjerë të mundshme. Nëse shqetësimi për të ardhmen ju fut në një gjendje mendore të frustruar ose kontrolluese, ndërmerrni hapa për ta nxjerrë veten nga kjo gjendje, pasi ky lloj kompensimi nuk ju qetëson kurrë vërtet. Hëna shkon në krye të tabelës suaj diellore më vonë sot, gjë që mund t'ju inkurajojë të lini mënjan emocionet për t'u kujdesur për punën. Çlirimi i mendjes dhe ndërgjegjës suaj ka kuptim tani, prandaj trajtoni prioritetet tuaja dhe çlironi mendjen tuaj, pasi mund ta shijoni shumë mirë procesin. Peshqit. Mund të ketë një tendencë për t'u menduar ose për t'u shqetësuar për problemet në fillim të ditës së sotme, të dashur peshq, por edhe pse pjesa tjetër e ditës nuk ka gjasa të jetë pa tensione, ju hapeni dhe merrni në konsiderat më shumë mundësi.
Të metat ose sfidat duken më të spikatura se sa përfitimet përkohësisht, por kjo mund t'ju shtyjë të bëni një ndryshim ose përmirësim të nevojshëm. Njerëzit duket se janë më të shpejtë dhe mund të jetë më mirë të shmangni shtyrjen e diçkaje që nuk mund ta ndryshoni. Lejoni ndryshime të papritura përtej kontrollit tuaj. Pavarësisht një ritmi të ngjeshur, mund të mos ndiheni veçanërisht produktiv nëse po i bëni gjërat në një mënyrë të shpërndarë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.